Travel Report. Travel Report. Oktoberfest? Jo, shumë larg. Festa e birës në Korçë? Po. Tashme mund ta themi me gojën plot. Festa e birës në Korçë është një event që nuk duhet humbur. 4 nete të zjata të festës së birës i kanë sjellë si asnjëherë tjetër qytetit të Serenatave, një pamje vërtet festive. Mira vetë nga rrethat të ndryshme të vendit kanë mysyrë në qytetin New Glendor dhe kanë festuar e shijuar deri në orët e para të mëngjesit birën me karnacat karakteristike të Korçës. Festa ka nisur të njëjtën në mbrëmjen e 11 gusht, por sipas organizatorëve ajo ka kulmuar ditën e diel me 14 gusht, ku mbi 21 vet kanë mbushur sheshin para pallatit të sportit. Për të qenë pranishin në përvjetorin e 5 të festës së birës, kanë udhëtuar shumë qytetarë nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Vlora, Pogradeci, Saranda, Gjirokastra. Kjo gjë dalloi lehtë nga targët e makinave, ndërsa jo të pak kanë qenë edhe turistët e huaj. Ne ishim atje ditën e njëjtë kur kryetari i Bashkisë së Korçës Niko Peleshi dhe ambasadore gjermane Karola Müller-Holkemper trokitën në mënyrë simbolike dy gota të mëdha bire dhe hapën festën e birës. I gjendur në një nga tavolinat provizore që ishin vënë në sheshin para pallatit të sportit, kryetari Peleshi ishte mjaft entuziast duke parë numrin e madh të qytetarëve. Në fakt, festa e birës është një kulminacion i paketës tonë të festave që organizohen nga sezoni turistik, por jo vetëm në qytetin e Korçës. Festat janë një pjesë e filozofisë tonë për të dhënë qytetit të Korçës një profil unik, një profil të veçantë, e cila synon nga njëra anë të risjellë elemente tradicionale në kushte moderne dhe kreative e njëra anë, por nga ana tjetër edhe të kthehet një atraksion për më shumë vizitorë, për më shumë turistë, për më shumë ekonomi, për një ekonomi të shëndetshme, për më shumë biznes në qytetin tonë. Si ne shikoni këtë vit, ka një pjesëmarrje më të madhe edhe nga kompanitë, nga birat e ndryshme, kompanitë e përpunimit të mishit, sponsorat e ndryshëm që janë afruar rreth kësaj feste, që e them pa modesti, është festa më e madhe në Shqipëri. Pra është më e madhe edhe nga pjesëmarrja, por edhe nga numri i vizitorëve që frekuentojnë këtë festë. Duke krahasuar ndoshta me një vit të parë si duket pjesëmarrja këtë vit. Sot është dita e parë, është afërsisht mesnata, dhe këtu ka mira njerëz, mira qytetarë të Korçës, por edhe nga qytete tjera që po shijojnë birat e ndryshme, po shijojnë produktet tona të rajonit dhe muzikën e bukur që shoqëron këtë festë. Ka më shumë se vitin e kaluar, kjo më për mua të jemi sigurt se i kemi gjitha mundësit që këtë festë nga vitin e vit të arritim dhe ta kthejmë në një domen të qytetit të Korçës, në një atraksion të fuqishëm për qytetin, për të ndihmuar edhe bizneset tona, për të promovuar qytetin. Jam shumë i lumtur kur takoj grupe të ndryshme turistësh, kam takuar sot nga Franca, nga Hollanda, nga Polonia, nga Kina, nga Greqia, nga Maqedonia, jam i bindur dhe në ditën e vim do të na shoqërojnë. Përveç birave dhe kërnackave, timujt e muzikës shoqëruan qytetarët koçar dhe mirat të tjerë të ardhur për 4 net me radhë. Në skenën e festës janë ngjitur këngëtarë si Aleksandr Gjoka, Radon Makashi, Eli Fara, Vedata Demi, Motra Tvilboova, Djemtë e Detit, Elita Pez, Burn, Grupi Na e tjerë. Ata krijuan një atmosferë të nxehtë duke bërë që të mos lihesin temperaturat e ulta që janë në qytetin New Glendor në mbrëmjen verore. Kishin ardhur për herë të parë disa të tjerë riktheheshin për të rikthyer gotat me birë. Por përveç birës Korça dhe Tirana, këtë vit ishin edhe disa bira mysafire. Kaizerdom, do të pijmë birën Peja, birën Veltis, birën Gëse. Pasi kishin kthyer gëllënkat e para dhe po dëgjonin muzikën që vinte nga skena, ne u shkputën disa opinione qytetarëve. E festoni gjithmonë çdo vit? Jo, tani unë jam emigrant. Jetoj në Greqi dhe ka vi çdo vit në festën e birës Korça. Është një festë, një kënaqësi për neve, një gjë e bukur për qytetin tonë. E festoni gjithmonë festën e birës? Po, festojmë. Po. Vit për vit që nga viti i parë deri?
Jo, në fakt nuk kemi ardhur vit për vit, po kjo është viti i parë që vim. Sot është edhe 5 dhjetori i festës së birës. Si po ju duket, si pëlqen? Po shumë mirë dhe këngëtarët janë shumë mirë dhe atmosfera këtu është shumë e bukur. Presim akoma më shumë se s'ka filluar ende. Tamam. Tu organizojnë shumë festa, po kjo është një ndër më të veçanta, misa të duan edhe më shumë që të ketë më tepër gjallëri këtu në këtë qytet. Prandaj quhet edhe qyteti i festave. Po pse do të vinë njerëzit sipas jush në Korçë? Dhe të vinë për të parë diçka ndryshe se kjo festë nuk është në të gjitha vendet e tjera dhe për të argëtuar më tepër. Sepse me sa di unë është i vetmi qytet ku festat festojnë më shumë se në çdo qytet tjetër. Çfarë do i thoshi dëgjuesve të Radio Travel në këto momente për të ardhur këtu në Korçë? Duhet të vinë patjetër se këtu atmosfera është shumë e bukur, duhet të provojnë në këto birat që janë shumë të mira. Përshëndetje, si quhet? Përshëndetje, Teuta. Jeni nga Korça apo? Nga Korça. E festoni gjithmonë festën? Patjetër, bile kemi ardhur nga Tirana, po saqërisht për festën. Vini gjithmonë? Po, patjetër. Si do duket atmosfera në këtë festë? Pak sa po erdha, po këndshëm. Është bush i plot domethënë. Shumë mirë. Vini për njerëzit apo për birën? Për birën në fakt se njerëzit i kam gjithmonë afër, kështu që nuk është se merr malli domethënë. Çfarë do i thuash dëgjuesve të Radio Travel për të ardhur në festën e birës në Korçë? Të vinë sepse është diçka e veçantë dhe bëhet shumë bukur, jashtëzakonisht me njerëz nga të gjitha trevat. Të vinë. Shumë bukur. Jeni gjithmonë? Patjetër. Si po duket si vjet në krahasim me vitet tjera? Pak më mirë po. Përgjithësi mirë, gjithmonë. Pse duhet vinë njerëzit në Korçë në ditën e festës birës? Sepse është vetmja festë e bjerës në Shqipëri, sepse Korça është një qytet shumë tradicional dhe është festa tradicionale e qytetit tonë. Ka më shumë atmosferë, më shumë njerëz. Pse duhet vinë njerëzit në Korçë? Qyteti më i bukur, qyteti më i natave. Edhe me çupat të bukur? Po, më mirë korçanës në hiç fare. Çfarë festë do bënin dëgjuesve të Radio Travel për të ardhur në Korçë për festën e birës? Është festa më e bukur, kemi ditëlindjen e 5 dhjetorin, si vjet është më e bukur nga të gjitha. Mund të thoni Radio Travel 1, 2, 3. Radio Travel. Ne ishim edhe një vit në parë në Korçë për festën e birës dhe mund të themi të bindur se numri i vizitorëve ishte më i madh se një vit më parë dhe organizimi ishte gjithashtu më i mirë. Çka na bën të shpresojmë se festa e birës së Korçës një ditë do jetë në rangun e Oktoberfest.